Mikimi intensiv qendror në qendrën klinike universitare disponon me 21 shtretër aktiv, të cilët në 99% të kohës janë gjithmonë të zënë. Neve gjatë këtij viti, nga janari deri në këtë moment kur jemi duke biseduar, kemi pasur 495 pacienta të pranuar dhe të trajtuar në njësinë e mikimit intensiv qendror. Gjatë nëntorit të këtij vitit, befastisht kemi pasur 62 pacienta të pranuar në mikimin intensiv, çka është 3 fishi kapaciteteve tona. Dhe në këto raste është me të vërtetë shumë e vështirë që të menaxhohen, sepse ata pacienta kanë nevojë për trajtim. Dhe ne është të bëjmë gjithsesi një menaxhim të situatës me pacientat të cilat i kemi pas këtu. Kjo pastaj rëndohet edhe më tepër kur kemi parasysh në numrin e pak të anesteziologëve që të disponon klinika jonë. Kanë qenë pacientat të cilët kanë pas sëmundje, të cilat kanë qenë të pa mundshme me u menaxhu nga aspekti mjekësor. Lëndime shumë të rënda, dëmtime shumë të rënda, qoftë indi truror, shumica e tyre, lëndime në aksidente të komunikacionit, kemi pas shumë këtë vit rrëzime nga lartësia të punëtorëve të cilët kanë humbur jetën për shkak të lëndimit që kanë marrë në vendet e tyre të punës. Pastaj janë lëndimet me armë zjarri, lëndimet me armë të ftofta që fatmirësisht janë në zvoglim e sipër për çdo vit. Për momentin na disponojmë me 6 ekipe nga 2 anesteziologë, të cilët kryejnë punën në mikim intensiv, gjithsesi mbojnë kujdestarit 24-5 orëshe këtu në mikim intensiv. Kjo vështirësohet edhe më tepër, domethënë na mbetet neve që kujdestarit të mbojmë çdo 6 ditë. Kjo përveç lodhjes fizike, besoni jashtëzakonisht shumë ka reperkusione të mëdha edhe në aspektin tjetër, qoftë emocional, qoftë psiqik. Tash veç jemi në fazën kur kolegët e ri janë në përfundim të specializimit, pritet që së shpejti të bëhet publik edhe konkursi për pranimin e tyre, dhe kjo sadopak do ta zbus situatën përgjithsisht të rënduar në klinikën e anestezionit dhe mikimit intensiv. Mirë po, edhe me këtë numër të cilët do të pranohen tash, kjo mundet më zbut pak situata, mirë po, për me qenë plotësisht komod dhe që na me mujt me kry punë normal dhe kvalitativist, është dashur që numri anesteziologëve të trefishohet nga numri të cilën na e kemi tash. Tash janë dikon që punë që kryejnë në qendër klinike anesteziolog, aq sa di unë janë dikon 45-47 anesteziologë. Po, këtu të na janë 12, janë 6 ekipe me ka 2 anesteziologë. Problematik kronike e cila vazhdon me vitet e tëra, e pas zgjedhur edhe më tutje është mungesa e stafit të mesëm, po edhe stafit në timës, po saqërisht stafit të mesëm. Në standarde është dashur që një infermier për shembull të ketë aktivitetin e vet punus me 2 pacienta më shumti ose 2 infermier me 3 pacienta, neve shumicën e kohës një infermier duhet kryej punën e vet me 3 pacienta, nganjëherë edhe me 4 pacienta. Realisht nuk është dashur kapacitetet tona më shtu më tepër. Është dashur mu aktivizu njësitë intensive në për klinikat e tjera. Në kuptim të asaj që me mujt edhe klinika e neurologjisë me pas mundësi me trajtu pacientat të cilët nuk mujnë me marrë frymë vetëve tiju, po me ventilator. Klinika infektives e ka njësi intensive, po ka pak shtretër, edhe ata hezitojnë kur me marrë një pacient dhe me trajtu një pacient e cili ka nevoj për trajtim me ventilator.
klinika interne nuk ka asnjë njësi intenzive, edhe na kemi shumë pacienta, dikon rreth 18% pacientave që na i trajtojmë këto janë pacienta të tyre, të cilat është dashur me marr trajtimin atje. Kështu në përpjekjet tona në nivel të drejtorisë qendrore, nga ana e drejtorisë së klinikës anestezionit, janë të drejtuar në atë kuptim që me mujt mu funksionalizu intenzivet e tyre.